Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa habibina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Takohemi në ditën e sotme me kuptimet e ajetit 88 të surës Al-An'am, ku Allahu subhanahu wa ta'ala na tërheq vëmendjen drejt besimit të Hazreti Ibrahimit a.s. Edhe mënyrës se si Hazreti Ibrahimi sallallahu alaihi wasallam ju tregon njerëzve komunikimin që duhet të ketë besimtari në marrëdhënie me lanën e udhëzimit në jetë. Edhe ju e dini se ai kishte një debat shumë interesant në momentin kur pa yllin, pastaj pa hanën, pastaj diellin, dhe në komunikim me idhujtarët të kohës së tij, po banin paralele se cili prej tyre mund të jetë Zoti. Edhe Hazreti Ibrahimi alayhis salam ju solli në vëmendje të tre këto krijesa për krijesave të Allahut, që gjithë secili prej tyre ka një moment ndriçimi dhe pranie, por pastaj perëndon edhe zhduket yjet, a mund t'i shohim në këto momente, po të dalim nga xhamia dhe të themi hajdeni edhe të numërojmë sa yje shohim në qiell tashti? Jo, nuk shohim asnjë. I shohim natën, dhe jo në çdo natë, po ashtu hanën, po ashtu diellin, i cili ka një perëndim edhe zhduket. Pa Hazreti Ibrahimi alayhi salatu wasalam ju tërheq vëmendjen njerëzve që njeriu nuk mund të besojë në diçka që ka një prani të përkohshme, pastaj zhduket edhe perëndon. Ai në të cilin ne besojmë, Zoti i gjithësisë, Allahu Azza wa Jall, është i përhershëm pa fillim, i përhershëm pa mbarim. Është i plot fuqishëm për çdo gjë. Nuk është i mangët, nuk është si ne, nuk është njeri. Është mi gjithçka. Nuk ka nevojë për asgjë. Të gjithë ne jemi nevojtarë për atë. Pa Allah subhanahu wa ta'ala i sjell të gjithë këto detaje të komunikimit dhe thirrjes së Hazreti Ibrahimit alayhi salatu wassalam dhe i mbledh në një fjalë të vetme. Edhe thotë dhalika, pra ajo lan, ajo përvojë, ajo thirrje e Hazreti Ibrahimit alayhi salatu wassalam, dhalika hudallah. Ajo është esenca e udhëzimit të Allahut. Yehdi bihi man yasha'u min ibadihi. Udhëzon këtë doj prej robëve të tij drejt kësaj lane. Pastaj thotë walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. E nëse ata devijojnë në idhujtari e në shirk, krejt ajo çfarë mund të kenë vepruar i shkon pa asnjë lloj vlere dhe asnjë lloj dobie. I shumëzohet me zero. Dhe hajde të shohim një detaj shumë interesant në këtë ajet të mandueshëm të dashurit e mi. Në fillim duhet të kuptojmë se lana e udhëzimit është e përhapur në gjithësi dhe Allahu subhanahu wa ta'ala i ka dhënë mundësi gjithkujt për ta mbërritur udhëzimin. Dhe asnjëri në këtë botë nuk e ka justifikimin për me thënë unë nuk e kam ditë. Fjala bie, ne kemi lajmëruar sot se duke filluar nga ora 12:40 në xhaminë e Parrucës, filani ka dersin e xumas. Është përhap nëpërmjet rrjeteve sociale, e kanë qarkulluar disa njerëz, disa miq, disa dashamirë, edhe është bë editon. Mirë, por shumë kush që nuk prezanton për një arsye një tjetër, nuk ka justifikim për me thënë unë nuk e dija. Kush na tha? Nuk kemi lajmëruar. Një detaj tjetër. Të gjithë ne kemi një celular, që do qoftë ai. Dhe mbrana këtij aparati, të gjithë po të kërkojmë, mund të gjejmë një kanal apo një aplikacion që shërben radio të ndryshme. Radio të ndryshme. Gjeta para 2 netësh një aplikacion që tregon globin dhe ti e zmallon atë dhe klikon mbi një vend, cili do vendi i botës. Butani, se më kujtu edhe në tërhoqi vëmendjen. Edhe të jep deri kanale televizive dhe radiot e Butanit. Dhe s'po themën për ku diun vende të mëdha. Tamam.
Që do të thotë se lana ekziston. Do t'i thu, unë do të kërkoj për radio që japin Kur'an 24 orë. Dakord. Unë du një kanal televiziv që jep Kur'an 24 orë, dakord, e gjen atë. Mirë, po nuk ka justifikim dikush me thonë, unë nuk e di, ajo është. Sikur se shenjat dhe lana e udhëzimit të Allahut Azza wa Jell është, mirë, po ti duhesh me kërku, edhe duhesh me mbërrit. Sepse Allahu Subhanahu wa Ta'ala, çfarë thot, sikur se është transmetu, Ibn Adam, o i biri Ademit, khalaqtuka li nafsi wa khalaqtu kulla shay'in lak. Unë të kam kriju ty për veten time dhe kam kriju çdo gjë për ty. Të kam kriju për veten time. A nuk thotë në Kur'anin familjar se nuk kam kriju gjin dhe njerëzit përveç se të më adhurojnë. Dhe kam kriju çdo gjë për ty. Thotë fa bi haqqi alayka. Pash haku tim. Mos u merr me çfarë kam kriju për ty, që të largohesh nga ajo për cilën të kam kriju. Të me thanë, ne jemi të ftuar nga Allahu i madhëruar, që në përditshmërinë tonë, mos të hordhatisemi, e të hutohemi, poshtë e përpjet në interesat e shumta, me të cilat në tërheq kjo botë drejt vetës së saj. Po lexoja në funksion të kësaj ligjërate, edhe dersit të sotëm, edhe gjeta një fjalë shumë të madhe të dietarit të madh, edhe asketit të famshëm të Darejës, prej rrethinave të Damaskut, Ebu Sulejman ad-Darani, ka jetuar në periudhën e 140-215 të Hijretit. Një edhe shumë kohë më përpara. Çfarë thot? Kur bota, pra interesi, dhe ajo çfarë tërheq njeriu drejt kësaj bote, kur bota pushon në një zemër, prej saj largohet ahireti. Edhe hajde të shohim në praktikën edhe në jetën tonë të përditshme. Ka shumë njerëz, edhe prej të afërve tanë, e miqësive, e të njoftun, e tjerë. I ka dhënë Allahu Subhanahu wa Ta'ala marrësi në një fushë prej fushave të jetës. Biznes fjala bie. Dhe ti thu, po hajde më një ditë të rrim, jo jam i xanun këtu, jam i xanun atje. Po hajde më nuk të shoh në xhami, nuk kam kohë me u fal. Nuk kam kohë me agjëru, nuk kam kohë me shku në haqë, nuk kam kohë me... Allah. Sepse ai është i dhanën me shpirt e me çdo qelisë të tij pas kësaj bote. Po kur bota jeton edhe ngul raj në një zemër, ahireti largohet prej asaj zemre. Ndërsa në modelin e besimtarit, pejgamberi alayhi salatu wasalam na mëson që të lutemi që Allahu Subhanahu wa Ta'ala me na e dhanë këtë botë e pasunitë e saj në dorën tonë, jo në zemrën tonë. Sepse në momentin që ti e ke në dorë, ti e komandon atë. Në momentin që të hyn në zemër, ti bash skllav i saj. Edhe argumentet nga jeta jonë e përditshme janë kaq të shumta, e sa raste njohim e dim sa koha nuk na premton që ti qasemi një për një të gjithë atyre shembujve. Ka një fjalë tjetër të këtij dietari të madh që sapo e citova, që thotë se çdo gjë që të largon dhe të angazhon larg Allahut, qoftë familja, pasunia, a fëmia, ta dish se ato gjëra janë mjerim për ty. Dhe me thanë, ti përkushtohesh edhe lodhesh për të kenë besimtar sa ma i mirë. Dhe pa pritun në familje, në shoqëni, në punë, pasunia, interesi, ambicia që ke për këtë botë, të tërhek pak nga pak. Dhe të largon nga modeli i asaj që ti je, apo do në të jesh, të përsosesh për të dëshmu si një model, për modeleve të asaj që kërkon Allahu Subhanahu wa Ta'ala. A i thotë se të gjithë këta që të tërheqin për të shpërfytyru, janë mjerim për ty. Një shembull. Ti lexon në Kur'anin familjar që gënjeshtra, fjala bie, është ndalume. Ti lexon në Kur'anin familjar Qutil al-kharrasun. Dhe me thanë, mallku qofshin gënjeshtarët. Dhe lexon paralelisht se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë: "O rubba talin lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuhu."
Mund të jetë një person i cili e lexon Kur'anin dhe Kur'ani e mallkon atë. Allah. Si e mallkon Kur'ani atë? Po pra se ai e lexon mallkimin e Allahut për gënjeshtarët dhe gënjen. Çfarë vlerësi ka leximi i Kur'anit? Ai po devijon nga modeli. Ai po devijon nga shembulli i besimtarit që në vërtet ai don për me kënë. Ta i pa i lexon se Allahu subhanahu wa ta'ala tregon shembullin e besimtarëve. Alladhina hum 'anil lagwi mu'ridun, fjala bie. Ata që distancohen nga thashëthemet. Mirë po, ai e gjen veten brenda xhamis duke bërë mexhlis thashëthemesh. Allah Allah. Kjo është e frikshme. A mund të kthehen xhamit tona në klube thashëthemesh? A mund të kthehet xhamia e jon në vend gënjeshtrash? A mund të kthehet xhamia e jon, shtëpia e Allahut Azza wa Jall, në vend ku njeriu nuk don me pa me sy të ballit atë që ka djathtas apo majtas? Hasha. Absolutisht që jo. Absolutisht që jo. Prandaj të dashurit e mi, çdo gjë që na tërheq larg Allahut Azza wa Jall, edhe larg besimit dhe larg përpjekjes për tu përsos në shembullin e besimtarit të pjekun, çdo gjë. Gruaja, fëmia, pasunia, shoku, miqësia, krejt është mjerim. Mjerim në këtë botë e mjerim nesër në ditën e gjykimit. Prandaj kanë thënë se vepra më e mirë është khilafu hawan nafs. Dhe më thënë njeriu me iranësh edhe me ideal kundër ego së sumur, ego së mbrëmshme, nepsit të tij. Sidomos kur e urdhënon për të keqe. Prandaj të dashur dhe shtrejt, me u përpjek gjithë secili prej nesh me e shfrytëzu kohën për t'i ballë llogarit e tij me Allahun Azza wa Jall, me e pa veten e tij sa përshon në këtë lan të udhëzimit dhe me bashmos që sa herë që e tërheq diçka nga djatha, nga e majta, nga para, nga pas, drejt asaj që është e kundërta e udhëzimit, me u çu dhe me u largua dhe me e sjell kokën nga ana tjetër. Është një fjalë shumë e madhe e një dietari të shuar të shejkuve të kaluar, që quhet Ahmed ibn Harb. Ky zotnia ka qenë dietari dhe alimi i madh i Nisaburit, ka qenë prej nxansave të Imam Sufjan ibn Uyeinës, ka qenë nxansi e Abu Daud Tayalisiut e të tjerë, kush kanë qenë hoxhallarët e tij. Ky zotnia ka një fjalë shumë të madhe që duhet me e shënu me shkronja të arta edhe me ju rikthy her pas here gjithë secili prej nesh. Thotë, e kam adhuruar Allahun e madhëruar për 50 vite. Dhe nuk e kam gjetur embelsinë e adhurimit derisa u largova nga këto 3 gjana. Se mund të thuaj shumë kush në mesin tonë, valla edhe unë e gjej veten time në fjalën e këtij zotni Sumat. Edhe unë e gjej veten time se ka 1 vjet, 5 vite, 10, 20, ama tepër, që jam në botën e adhurimit. Mirë po, nuk e kam shiju adhurimin si duhet. E do thotë se ke nevojë me u largu nga disa gjana. Ky zotnia përmend 3. Thotë e para, hoqa dorë nga pëlqimi i njerëzve derisa arrita të them të vërtetën. E me e barazu dëshiren, apo jo, pëlqimin, apo jo, fjallën e mira e fjallën e keqe të kujdo me e shumëzu me 0. I pëlqeu, si pëlqeu, e deshtën, se deshtën, mendun mirë, mendun keq, para gjykun, folen pas shpine, shpifën, trilluan, 0. Sepse kjo e ndihmon njeriu për të thënë të vërtetën, për të jetuar të vërtetën, për të shiju të vërtetën, për të mos pas tutje nga askush për të thënë atë që duhet, kur dhe si duhet. Po ai kishte shkruar, po dikush kishte bën një status, po dikush kishte thënë një koment, po 0, 0. 0 më i dashur. Edhe vazhdo rrugën përpara. Pa u kthy djathtas dhe majtas, kalo dhe buzëqesh. Khair inshallah. Ai që shpif, ai që trillon, ai që i met hatri, ai që e ka llogarin e tij edhe ai me Zotin. Ti duhesh me e pas me Zotin para se me e pas me robin. Është shumë e thjeshtë. Zotnia thotë që e para hoqja dorë nga pëlqimi i njerëzve. Edhe ç'a është pëlqimi i njerëzve? Çfarë ka me të bëjë dobi pëlqimi apo jo i dikujt për diçka për cilën kemë dhënë llogari para durëve të Allahut Azza wa Jall? Çka kanë me të bëjë krejt njerëzit me pëlqimin ajo të tyre nesër para durëve të Allahut Azza wa Jall?
Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Deri në fund të ajetit. E ajetet të ngjashme, atë ditë kur njeriu yafir el-firar, a dini si? Imagjinoje veten tënde në një sahra apo në një pyll dhe nga pas të vjen një ujë, ka një çakall. A di çka më e madhe? Jamath me të katra. Me dur, me kam, me tu ju marr fryma, ashtu do të largohet në ditën e gjykimit secili për llogarinë e tij, nga vllau i tij, nga nana e tij, nga baba i tij, nga fëmia, nga gruaja, nga shoqënia, nuk ka të ditë. Ku jeni ju që më keni thënë e bane mirë apo e bane keq? Zero për zero. E dyta, hoqa dorë nga shoqënia e el fasikin, njerëzve të çthurun, njerëzve të devijum, njerëzve që merren me thashëtheme, njerëzve që fusin hund ku nuk i takon, njerëz të smuar në zemrat e tyre, njerëz të hasedit, njerëz të inateve, të zilis, njerëz të fitnes, që mjedhin fitne, përshamje në mesin e njerëzve. Fasaka janë ato. Si që përmend Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, duke i krahasuar me shembullin e shejtanit. Fa fasaka an amri rabbih, e lexojmë çdo ditë të xuma, ai devijoi nga urdhni i Zotit të tij. Hoqa dorë nga shoqënia e të çthurunve, derisa mbritet tek shoqënia e salihin, njerëz të mirë, besimtar, të paqë, dashamir, jo ziliqar, që thonë fjalen e amël, që buzëqeshin, që këshillojnë, që tërheqin vëmendjen kur duhet, si duhet, që nuk rezervohen për të marrë për dorë kur ti duke gabu, dhe që nuk janë për atyre që të korisin dhe mizi shpresin, me të pa që ti ke gabu apo ke rëshit dikun, me të kryqëzu për parasyve të tanë botës. Dhe e treta, dhe hoqa dorë nga amëlsia kësaj bote, me u dëfry, me shku poshte për pjetë, me kriju, si që po shohim sot, te politika e të rive, e njeriu të ri, e këtyre njerëzve të ri, që përpiqen dita ditës me e gjba tabanin e babalarve dhe nanave tona, që përpiqen dita ditës me e hek perden e turpit dhe me e shkyt perden e moralit, që përpiqen dita ditës me kriju hapësira të reja për përhapjen e harameve, e për nxitjen, e mbështetjen, e financimin, e agendave të harameve, e imoralitetit, e prishjes së familjes. Hoqa dorë nga amëlsia kësaj bote, derisa mbritet tek amëlsia e ahiretit. Çfarë është amëlsia e ahiretit? Amëlsia e ahiretit është me jetu njeriu me faqe të bardha i dashur. Puno sa të mundesh, lodhu sa të mundesh, sakrifiko sa të dush, Allahu ta dhash të marrën. Allahu ta begatoft kohën, ta begatoft rrezikun. Inshallah bash miliarderi më i madh i botës, Allahumma lekal hamd, ku më e marr? Ku më e marr se gjithë secili për atyre që vinë në xhamitë tona janë njerëz të ndershëm, njerëz të moralshëm, njerëz të pastër, njerëz që ndërtojnë vlera, me nxjerr këtë islam nga xhamitë tona. Jo siç ndigjojnë disa që të thonë rrinin në xhami aty dhe flenin në xhami. Ngujonu në xhami, vdisin në xhami. Jo. Islamin me nxjerr jashtë xhamisë, me promovu të mirën, me promovu çfarë don Zoti i gjithësisë, për me e mujt e mirat të keqen që përhapet jashtë, dhe mos me leju që e keqja dhe zehri i asaj që promovohet jashtë, me na hym brenda në xhami. Ajo është me e shiju amëlsinë e ahiretit. Ajo është me i dhanë shpinën kësaj bote dhe me i dëshmu Allahu subhanahu wa taala aftësinë që kemi me dritën e tij dhe udhëzimin e tij për të kenë njerëz ndërtues të kësaj bote, mi bazat e asaj që na pret nesër në ditën e gjykimit. Si me ndërtu botën tonë, mi bazat e asaj që vjen. Shpletoni historinë dhe shikoni historinë tonë të lavdishme osmane, ma e pakta. Shikoni periudhën ma të lumtun të historisë sonë e të historisë e njerëzimit, ma e afërta me kohën tonë, periudha osmane. Shikoni moralin, ndërtimin, zhvillimin, shkollat. Shikoni harmoninë, tolerancën, mëshirën për kafshët, pale për njerëzit. Shikoni, lexoni për tej tyne, deri tek pejgamberi alayhi salatu wassalam. Lexoni për atë që quhet periudha apo epoka e saadetit, e lumturisë që nuk mund ta gjejë njeriu vetëse konform hartës së asaj për të cilën është razi Allahu i madhruar. Prandaj të dashur të shtrenjtë, i lutemi Allahut azza wa jall që më na bë për atyre
që e ndjekin dritën e këtij udhëzimi, për të cilin bën fjalë në ajetin 88 të surës El-An'am, dhe na ruajt nga shirku e idhujtaria, e devijimi në shturje, e na baf për atyre që ndëgjojnë fjalën dhe veprojnë më të mirë në saj. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ju dashur.